Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkimi Demokratik për Integrim bëri thirrje për pjesëmarrje masive në protestën e 13 dhjetorit pro ÇK-s në Shkup. Kryetari Ali Ahmeti apelon se protesta synon kërkesën për drejtësi dhe hedhjen poshtë akuzave të fabrikuara nga Serbia dhe Rusia, duke shtuar se pjesëmarrja është një akt përgjegjësie për nderimin e sakrificës dhe mbrojtjen e së vërtetës historike. Ne dalim me përgjegjësi për të nderuar sakrificën dhe për të mbrojtur të vërtetën e historisë son, apelon Ali Ahmeti. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti mohoi ndasitë e krijuara në politikën e jashtme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një intervistë televizive, shefi i qeverisë në Prishtinë deklaroi se marrëdhëniet me Washingtonin kanë qenë gjithmonë të mira dhe mos pajtimet kryesore kanë pasur të bëjnë gjithmonë lidhur me Serbinë dhe strukturat e saj dhe asnjëherë për çështje bilaterale. Sipas Kurtit, ka pasur raste ku Shtetet e Bashkuara kanë vlerësuar shumë rigoroz qëndrimin e tij ndaj Serbisë. Në lidhje me përpjekjet për të vendosur rregull në veri të vendit, kryeministri vlerësoi ndërarritjet e kësaj shumice qeverisëse. Ja ka vlerësuar borra që janë fort. Sovraniteti shtetëror, integriteti territorial janë zbatuar duke e pasur piknisje sundimin e ligjit dhe organet e rendit e të inteligjencës tek ne kanë bërë një punë të shkëlqyeshme. Dikush mund të mendojë që ka humbur ca Kosova, po më besoj ato që e ka fituar si shtet është pakrahasimisht më e madhe e më e vlefshme. Deri në fund të vitit 2026 qytetarët shqiptar do të mund të shërben nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës tërësisht në mënyrë digjitale. Drejtoresha e përgjithshme, Lorena Goxhobilli, në një tryezë partneritetit organizuar për të diskutuar arritjet, risitë dhe sfidat e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në këtë fazë transformimi, tha se puna për digitalizimin po ecën me ritme shumë të mira dhe se ky proces jo vetëm lehtëson punën e përditshme të kësaj agjencie, por mbi të gjithë arrit ndjeshëm cilësinë dhe sigurinë e informacionit kadastral për çdo qytetar. Jemi më pranë se kur digitalizimit të hartave kadastrale. Së bashku me UNOPS kemi nisur punën dhe një proces që kërkon kohë për digitalizimin e plot 33.000 planshetash. Fundi i 2026-s do të na gjejë absolutisht me një kadastër tërësisht digjitale. Deri më sot, Kadastra ofron 10 shërbime automatike përmes teknologjisë blockchain, si dhe ka finalizuar kryerjen e pagesës direkt nëpërmjet portalit e-Albania me kartë bankare. Në fillim të 2025-s kishim 5 shërbime automatike dhe sot që flasim kemi 10 shërbime të tilla që i ofrohen qytetarit. 10 deri 15% e shërbimeve tona ditore gjenerohen automatikisht nga sistemi. Deri më sot, zyrtarisht 79% e aplikimeve në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës trajtohen brenda afateve ligjore. Bota. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pranoi se Shtetet e Bashkuara kanë propozuar një plan kompromisi në bisedimet për paqe që përfshin tërheqjen e trupave ukrainase nga rajoni Donbasit dhe krijimin e një zone të lirë ekonomike në territorin e diskutuar. Zelensky tha se ky propozim i ndihmuar nga palë amerikane në kuadër të negociatave për t'i dhënë fund luftës me Rusin, përfshin idenë që forcat ukrainase të tërhiqen nga zonat që kontrollon në Donetsk dhe pjesë të tjera të Donbasit, ndërsa territorit administrohet si një zonë lirë ekonomike dhe demilitarizuar. Pavarësisht kësaj, ai theksoi se detajet mbi qeverisjen dhe sigurinë e kësaj zone mbeten pa qarta. Presidenti i Ukrainës theksoi rëndësinë që çdo vendim për vijat kufitare ose statusin e territoreve të miratohen nga populli i Ukrainës, duke nënvizuar se çdo kompromis duhet të jetë i pranishëm për qytetarët e vendit përmes referendumit ose proceseve demokratike. Parlamenti i Bullgarisë pranon dorëheqjen e kryeministrit Rosen Zhilyoskov. Pro votuan 227 deputet. Kryeministri njoftoi dorëheqjen vetëm pak minuta përpara se deputetët të votonin për një mocion mosbesimi kundër kabinetit të paraqitur nga Vazhdo ndryshimin dhe Bullgaria Demokratike, që nga 1 dhjetor i vendi është përfshirë në protesta masive antiqeveritare dhe që u përshkallëzuan në pakënaqësi antiqeveritare për korrupsion, padrejtësinë dhe dështimin në shumë sektor qeveritar. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.